Jetë kemi sërish së bashku dhe është koha tani për të lidhur me një lidhje online së bashku me Erman Mertenikën, i cili është inxhinier biomjekësor, për na treguar më tepër sipas atij se çfarë do të thotë të besosh doktor Google, pra të diagnostikosh veten, të tjerët, të marrësh këshilla mjekësore, ide trajtimi dhe gjëra të tjera që lidhen me shëndetin ton nëpërmjet internetit. Nëse mundet ju lutem Energjia të më mundsoj lidhjen. Përshëndetje. Si jeni? Përshëndetje Argjera dhe kënaqësi që jam pranë jush në televizionin Alsat të Shkupit dhe ndjem vërtet domethënë i vlerësuar që po diskutojmë edhe për këto tematika të teknologjisë, domethënë kryesisht aplikimit të inteligjencës artificiale në sektor të ndryshëm edhe në atë aspektin shëndetësor që është ajo më e rëndësishmja, është gjëja pika më kryesore gjatë të cilës të gjithë ne jemi të interesuar. Faleminderit juve që keni pranuar dhe për të folur për këtë temë që është kaq aktuale, siç edhe e përmendët. Na tregoni pak, çfarë është Dr. Google, sepse si term i tillë po përdoret gjithandej dhe pse mendoni se njerëzit e përdorin kaq shumë? Tani, ajo që është më e çuditshme Argjera, vërtet është, domethënë se unë dua ta ndaj pak këtë pjesë, ne kemi Google është mega serveri më i madh global i informacionit, ku ne marrim të gjitha informacionet e duhura pra për të gjetur përgjigje apo për të gjetur pikërisht pra pyetje të ndryshme, por ajo që na ka bërë më çudit tash është pikërisht pra Google-i edhe tani versioni i fundit i ChatGPT-s që po bën çuditëra, domethënë. Unë mendoj që kjo ka të bëjë me një platformë gjetjes së diagnozave online. Që do thotë shumica e pacientëve janë shumë të interesuar të gjejnë diagnozat për problematika si elementare gjithashtu edhe akute, gjë që nuk mund ta evitoj totalisht që është si mund të themi një platformë një platformë që ka rezultat, por që unë mendoj që më tepër kjo ka të bëjë me zvarritjen e diagnozës. Që do thotë, nëse ne pikërisht le të marrim ChatGPT-n, se ChatGPT është bërë shumë interesant, madje nëse keni vënë re, nëse keni një problematik për shembull në dermatologji për një nishan apo një spot që mund shfaqet dhe mjafton ti me një foto shumë të mirë, me një rezolucion, me një telefon e bën pikërisht pra në lëkurë dhe më pas mund ta shkruash në anglisht në ChatGPT se që ti kërkosh një shpjegim, ChatGPT aty të nxjerr përgjigje shumë interesante. Domethënë të përcakton në detaj se çfarë mund të jetë kjo spot, ky problematikë e caktuar për shembull në dermatologji. Por ajo që unë desha të thoja është që ChatGPT ose Google-i të nxjerrë informacione gjërëgjatë që mundet pikërisht pra këto mos jenë e gjithë problematika që ky pacient ka. Prandaj është shumë e rëndësishme që këto pacientë të shkojnë në një klinikë mjekësore, të shkojnë në një facilitet spitalor, të konsultohen me një mjek real caktuar të çfarëdo lloji kategorie, jo vetëm në dermatologji, po edhe në një kardiolog, në një pneumolog, në një gastropatolog, probleme të cilët u shfaqen dhe të cilët janë kronike ose të vazhdueshme. Ajo që unë desha të bëja një krahasim është që ChatGPT për shembull edhe Google-i, ky doktor Google-i që kemi përmendur, ka krijuar edhe efekte anësore tek pacient real. Për shembull, ka pasur pacientë të ndryshëm të cilët u shfaqur një, se po e them pak Argjera në gjuhën tonë, një adenom pleomorfike, domethënë një mas tumori benign, u është shfaqur pikërisht në parotis dhe pikërisht në këtë zonën këtu, dhe masa ka qenë shumë e vogël. Duke pasur parasysh që kjo masë ka qenë shumë e vogël, me një incizion shumë të vogël mund të evitohej, pra mund të ekstraktohej dhe çdo gjë të ishte okay, me një ekstraksion të lehtë dhe një suturim, pra me një qepje kirurgjikale. Por është vënë re që këtij pacienti është zvarritur për shembull diagnoza dhe problematika ku vetit e këtyre tumoreve benign, kryesisht adenomave, kanë një karakteristikë sepse ata arriten me një progres të ulët të zhvillimit, që do të thotë nuk sfumohen, nuk e eliminohen automatikisht vetë, por për një kohë të gjatë fillojnë edhe zmadhon në dimension. Rasti për shembull në parotis, këtu në gjendën e bështymës, një situatë akute ka ndodhur pas shumë viteve tek një pacient për shembull në lidhje me simetrinë që është rrezikuar, pra simetrinë e fytyrës, gjesturat që menaxhohen nga nervi facial, nga matrica faciale që janë 5 në krahun e majt, 5 deg faciali në krahun e djathtë. Pra kjo masë kishte prekur degën e poshtme të nervit facial dhe pra ishte një problem që
kjo kishte ndodhur për shkak të zmadhimit të masës tumorale. Dhe leqekirurgjia ishte shumë e gjatë për të ekstraktuar këtë masë. Leqe duheshin bërë shumë diagnoza, analiza gjaku, analiza hormonale, CT scanner, dhe rezonancë magnetike kryesisht, edhe kirurgjia shumë e vështirë që të bëjë me detektor ose monitorim facial. Pra nga një ekstraktim i vogël, doktor Google e çoi këtë në këtë situatë, pra që të bënte një kirurgji të vështirë, që do të thotë nëse ne fillojmë edhe hulumtojmë për informacione në Google apo në ChatGPT, sepse një pjesë e mirë e njerëzve ose qytetarëve ose pacientëve kanë impakt të pjesën e klinikave, mjekëve, shpesh ne shqiptarët shkojmë në momentin e fundit. Pra, nëse ka ndodhur një problematik dhe është problematik e vazhdueshme, atëherë na kujtohemi që të shkojmë. Në këtë mënyrë kemi të bëjmë me atë që kemi zvarritje të diagnozave dhe kosto monetare. Sepse sa më shumë e vështirë dhe konklavitur apo e komplikuar të jetë një kirurgji, aq më shumë e kushtueshme është dhe aq më shumë e vështirë është. Kjo është ajo që mesazhi sensibilizues që ne bashkërisht u japim qytetarëve, domethënë që për problematika të vogla, problematika elementare, të cilët nuk evitohen brenda 1 apo 2 muajsh, mirë duhet shkon të trajtohen ke një mjek specialist për ose në atë pavion për atë problematikë të cilën ka. Gjithsesi, në jetën... Problematika interesante, për shembull, problematika interesante ne mund të themi ka pasur ose të fshehta, se shpesh ka pikërisht pra problematika të fshehta, lidhje me heparin ose mëlçin, apo pankreasin, apo dhe lindet e buta, ku krijohen masa tumorësh të cilët janë benign apo dhe malinje. Këto fillimisht nuk e japin shenjën, që do të thotë për shembull në mëlçi apo në hepar, këto shfaqen lindet e buta, por problemi i tyre sepse në moment që këto shfaqen edhe të metastazohen në fillesat e tyre, këto nuk japin shenja të para, pra kanceri malign, pra adenokarcinomat. Dhe ky është problemi në këto inde, në këto organe, domethënë në mëlçi. Prandaj ne duam të japim një mesazh sensibilizues gjithë qytetarëve si të kenë problematika, si mos ke problematika, me anë të një protokolli mjekësor, duhet të bëjnë trajtime dhe vizita çdo një periudhë për 6 muajsh apo dhe 1 vit. Në mënyrë të tillë që të parandalojmë sa të trajtojmë. Vizita tek mjekët e vërteta, ma jo te ato virtualet. Po, unë e mendoj sigurisht e vërtet është, unë e mendoj që ne mund të hulumtojmë online, por që jo për një kohë shumë të gjatë, për shembull nëse kemi një problem të caktuar dhe ky problem shëndetësor vazhdon dhe zvarritet për 2 muaj, për 3 muaj, për 4 muaj, kthehet kronik, atëherë ka diçka që nuk shkon. Dhe gjatë muajit të parë apo gjatë muajit të dytë ne mund të bëjmë hulumtime online në ChatGPT, në Google. Por nëse këto nuk të japin zgjidhje, sepse ato të jap një informacion generativ, domethënë një informacion të përgjithshëm. Nëse nuk ka zgjidhje në këtë pjesë, atëherë duhet të shkojmë tek mjeku real. Një pjesë e pacientëve marrin receta mjekësore me anë të referencave online, që është kategorikisht e gabuar. Pra, është ky mesazhi që ne bashkërisht u japim këtyre pacientëve, këtyre qytetarëve që mund të kërkojnë, të navigojnë, të hulumtojnë, por jo për një kohë të gjatë për problematika shëndetësore. Do doja të ndalesha pak në këtë pjesë, nëse ata bëjnë edhe një pyetje të thjeshtë dhe shpesh përdoret edhe me shaka se hulumtova për kërkova në Google për disa simptoma të gripit dhe doli që isha me kancer. Janë edhe këto, domethënë se ndonjëherë japen dhe disa detaja apo do doja që ti pyes diçka lidhur me këtë. Sa relevante mund të jenë këto informacione të cilat ne i marrim në qoftë se bëjnë një kërkim të detajuar, duke qenë se edhe përmendët ChatGPT është një platformë që në qoftë se i jep të gjitha informacionet e sakta, të jep një përgjigje shumë eksakte dhe shumë specifike në aspektin në të cilin ti kërkon. Sa janë të besueshme dhe sa janë informacionet në të cilat ne mund të bazohemi? Chatboxet, platformat online, që avatarët, sepse sot ti ke chatbox me avatar, domethënë, një ChatGPT me avatar
e kemi parë gjithë, inteligjenca artificiale po zhvillohet vazhdimisht, por që unë mendoj që këto nuk janë totalisht të pasakta. Që do thotë, për shembull, në rastin e gripit që ju keni hulumtuar apo keni kërkuar dhe brenda asaj kakofonie informacionesh të përgjithshme është gjetur risku i shfaqjes së një lezioni kancerogjen, unë mendoj që e mira të mirave përgjigjen përfundimtare do ta japi një kirurg apo një mjek specialist, sepse nëse ne vazhdojmë me këtë pjesë për një kohë të gjatë, duke marrë përpasë të informacione gjëre gjatë, atëherë ne krahas problemin që kemi shtohet edhe problemi tjetër që është stresi psikologjik, stresi psikoneurotik, që gjeneron hormonin e kortizolit, një hormon dëm shkaktues që shërben si një trigger më problematik për problemin aktual që ka një pacient. Pra e përkeqëson situatën. Kjo është ideja e hulumtimit për një kohë të gjatë në këto platforma online. Gjithsesi, ne jemi të vetëdijshëm se në këtë vrull të zhvillimit të teknologjisë në të gjitha aspektet, janë mjaft të zhvilluara dhe dezinformatat, fatkeqësisht. Si mund të jenë dhe a mendoni se janë qytetarët realisht vigjilent për të dalluar nëse diçka është një informacion në të cilin mund t'i besojnë, nëse mund të bazohen sa i përket shëndetit të tyre, mes asaj që ndoshta nuk ka lidhje fare, por mund të jenë ndoshta edhe reklama, mund të jenë spams ose janë informacione të shkruara nga gjithkush që nuk është profesionist i fushës. Unë e citova dhe pak më përpara, e theksova që koha është ajo që ka rëndësi. Që do të thotë, informacionet janë të sakta, po ka shumë informacione që gjithë këto informacionet të sakta mos përkojnë me problemin që ka ky pacient. Por nga gjithë këto informacione, mund të jenë një apo dy informacione që përkojnë. Që do të thotë, nëse ne vazhdojmë hulumtojmë më shumë se 2 muaj për një problematik, dhe problemi vazhdon dhe agravon, do të thotë që këtu ne duhet të mbyllim ciklin për të vetë diagnostikuar ndaj. Që do të thotë tashmë duhet marrim një hap konkret, racional, për shkuar direkt tek një kirurg, specialist, mjek i atij sektori, për të marrë diagnozën e saktë dhe për të parandaluar sa më shpejt situatën. Kjo është e gjitha ajo që mendoj që ndiqet në protokollet mjekësore. Pra, më mirë të parandalojmë se sa të trajtojmë. Kjo është një mesazh shumë i madh për të gjithë qytetarët. Absolutisht jam dakord me ju. Meqense e përmendët trajtimin, padyshim se duhet fillimisht që të kujdesemi që të mos vijë deri tek një gjendje patologjike, por në qoftë se vjen në një të tillë, çfarë duhet të bëjmë me të, si duhet ta trajtojmë. Ka edhe raste kur njerëzit trajtojnë gjendjet e tyre shëndetësore në bazë të kërkimeve në Google. Ka edhe të tilla, përveç rasteve kur marrin terapi vetëm se dikush tjetër e ka pirë, i ka bërë mirë dhe dëshiron që ta provojë dhe ky i njëjti, por ka edhe raste kur me një kërkim në Google, ChatGPT apo në të gjitha platformat e tjera, ka një sër, madje tani ka dhe aq të detajuara janë këto përgjigje se që të vinë dhe me emrat, jo me emrat generik, por me emrat e ilaçeve specifike. Me emrat shkencor. Ajo që unë përmenda pak më përpara është vetë diagnostikimi me anë të medikamenteve. Se ti e the shumë bukur, ka dhe të tillë që marrin medikamente me recetë online. Por që unë dua ta ndaloj kategorikisht këtë gjë, sepse mendoj që nuk është zgjidhje e duhur, sepse pa dashje çfarë ndodh nëse marrim një medikament tjetër për tjetër. Edhe imagjino çfarë problematike mund të shfaqë një side effect, një efekt anëtor madhor që vështirë më pas të rikuperohet. Prandaj unë autoritari kryesor në trajtimin e problematikave shëndetësore është vetëm një klinikë mjekësore, vetëm spitalet universitare shëndetësore, vetëm një mjek, një kirurg i mirë, një specialist i mirë i fushës. Kategorikisht, këto duhet ndalohen për një kohë të gjatë. Është diçka, domethënë që unë kam përmendur edhe në dalje të tjera televizive në lidhje me këtë pjesë, që është një sensibilizim që duhet vazhdimisht të bëhet qytetarëve argjëra, që
të parandalojnë një problematik akute që mund shfaqet. Kontrollet e vazhdueshme janë shumë të rëndësishme, sepse ne përmendëm që ka sëmundje të cilët janë të rënda, të cilët nuk japin shenja në fazat e para. Mund të shenja në fazat e para, mund të jenë në fazat 2 vjet, 3 vjet. Për shembull, nëse do marrim rastin e një ose një lezioni kancerogjën në pulmon, në moshkri, kjo nuk të jep shenjën në vitin e parë, në vitin e dytë. Kjo të jep shenjën mbasi të lezione kancerogjene janë metastazuar në pulmone. Dash më tepër nuk mund të marrim një informacion për një gjendje të tillë patologjike nëpërmjet një kërkimi në Google apo jo? Mund të marrim një informacion, por një informacion bazik. Por nëse situata nuk përmirësohet, atëherë me patjetër nuk duhet merret më përballë. Kjo gjë, domethënë, unë mendoj që është shumë e ndaluar. Sepse ka ndodhur realisht në pacientë ndryshëm që e kanë zvarritur diagnozën dhe kanë marrë mbi shpinën e tyre 2 kosto. Koston e kohës zgjatjes së diagnostikimit dhe kirurgjisë, pra kirurgjia shumë e vështirë. Kirurgjia, domethënë, duke përfshirë shumë pajisje mjekësore diagnostikuese dhe më pas deri në ato dëryjnë invazive shumë vështirë dhe për çfarë? Për të eliminuar një gjë të vogël me një incizion të vogël. Dhe kirurgjia dhe tjetra është kostoja tjetër monetare. Sa më shumë e ndërlikuar të jetë një kirurgji do kushtoj më shumë. Madje sot janë futur edhe kirurgjit me robot, me sisteme robotike, që ne kemi përmendur pak a shumë. Sistemi robotik Da Vinci, që bën krahët robotik, pra kirurgu robotik shumë preciz, që funksionon, menaxhohet nga një kirurg njerëzor. Kemi një tjetër sistem robotik kardiovaskular, që është Magellan Robotic System, për evitimin e embolizmave, për shembull, ose koagulimeve të vogla në arterje, me anë të një sistemi robotik, Magellan Robotic System që ka dalur. Pra, mendoj domethënë që sa më vështirë të jetë një kirurgji, aq më shumë do kushtoj. Aq më komplikuar është. Prandaj ne duhet të shkojmë menjëherë në rast se ne detektojmë ose konstatojmë një problem në një kohëzgjatje të vogël, 2 apo 3 muaj. Më shumë jo. Meqense jemi duke biseduar për këtë ndërlidhjen mes mjekësisë, shëndetit dhe teknologjisë dhe përmendet edhe ju pjesën e robotëve. A është kjo e ardhmja e mjekësisë? A do i lëm mjekët pa punë siç mendohet, ose është thjesht një ndihmës dhe më tepër për shëndetin, për sistemin shëndetësor? E ardhmja e shëndetësisë është robotika. Kjo është definitive siç duket me zhvillimet e fundit. Është një shëndetësi që nuk ka për të funksionuar. Ose, domethënë, robotika është kryesore. Inteligjenca artificiale është kryesore. Përse? Sepse kirurgjitë po bëhen për një kohë shumë të shkurtër, saktësia dhe precizioni është shumë i lartë i një kirurgjie, dhe dyta dhe treta është që koha e riabilitimit të një pacienti është shumë e shpejtë. Një pacient pas një kirurgjie shumë vështirë mund të ketë hyrë kirurgjie cerebrale për shembull, mund të ketë hyrë sot në kirurgji dhe mund të ketë dalë dhe do dalë pa sot. Vetëm me sistemit robotik. Pra, sepse sistemi robotik gjatë kirurgjisë është shumë precize i saktë dhe gjatë kirurgjisë nuk dëmton indet përreth, por dëmton vetëm aty ku duhet evituar. Kemi sisteme tjera robotike, për shembull siç është CyberKnife Robotic System, që janë më tepër diagnostikuese dhe me rrezatim. Ka domethënë që por kryesisht të realizohen në vende të zhvilluara, domethënë ku ka kapital investimi në shkencë, në mjekësi. Pra pikërisht në këto vende ku teknologjia mjekësore është shumë e lartë, atëherë edhe produktiviteti dhe feedbacku dhe koha e trajtimit të pacientit dhe saktësia e trajtimit të pacientit dhe koha e riabilitimit është shumë e shpejtë. Por asnjëherë këto sisteme robotike nuk funksionojnë në mënyrë autonome, gjithmonë në menaxhon më së miri nga një kirurg i trajnuar më së miri vetëm për këtë robot. A mendoni si njerëzit kanë edhe trajnimet janë shumë të gjata, trajnime intensive për të menaxhuar një sistem robotik kirurgjikal. A mendoni se njerëzit kanë besim që të hyjnë në një operacion të zhvilluar nga një robot, ndonse është në komandimin e një kirurgu?
Unë mendoj që kam besim, sepse nga vetë fjala sistem robotik do të thotë një sistem matematikor. Sepse është diçka e re. Precisioni shumë i madh, është programimi, është diçka e re, por inovatore dhe inovacion në shkencën mjekësore, sepse kur ne përmendim sistemin, kur përmendim fjalën robotikë, ne kemi të bëjmë vetëm me gjuhë matematikore, pra gjuhë algoritmike me precizion shumë të lartë që nuk gabon, janë 100% sakt. Inteligjencë artificiale nuk ka emocion, nuk ndikohet nga të tjera gjëra, por atë komandë që jep, atë proces që e ekzekuton kirurgu njerëzor, atë do e procesoj kirurgu robotik. Ne po ja themi 3 batuta pak kirurgu robotik, se kështu janë realisht. Mendoj që nuk ka pse të ketë frikë në raste të tilla për kirurgji që mund të bëhen nga sistemet robotike. Janë shumë të sakta, janë shumë precize dhe koha trajtimit është shumë e shpejtë. Kështu që i ka të gjitha të mirat në këtë aspekt. Por ato anët negative të cilat dhe i përmendëm në disa raste, çfarë të mund të shtonit sa i përket temës? Në sektorin mjekësor nuk shikoj një asnjë aspekt negativ në lidhje me zhvillimin e robotëve kirurgjikal. Ne shikoj aspekte negative të inteligjencës artificiale në sektor të tjerë, për shembull, se inteligjenca artificiale po na dominon në mënyrë indirekte për shembull në industritë e prodhimit të automobilave, industritë e prodhimit të elektronikës, kompjuterave, pajisjeve industriale, medikale etj., sepse po zvoglon numrin e punojësve. Dhe po rrit kapacitetin e prodhimit, feedbackun mëjor, rendimenti. Fatkeqësisht në një sistem kapitalist koncepti i inteligjencës natyrale po sfumohet, por të vetmit të cilët fitojnë sot janë ata, domethënë në këtë sistem janë vetëm ato që janë të kualifikuarit. Ata që janë të trajnuarit shumë mirë, ata që janë pra overqualified. Pjesën tjetër e bën sistemi robotik, krahut robotik, kapaciteti është shumë i lartë, rendimenti është shumë i madh, që do të thotë që kjo po na dominon në mënyrë indirekte në uljen e numrit të punojësve. E dyta, inteligjenca artificiale kryesisht në shoqëri apo në përdorim normal, po ndikon në probleme në oftalmologji, për shembull, në optikë, që do të thotë të rinj sot, adoleshent, fëmijë, duke pasur parasysh gjithë kohën me telefone, tablet, po u shfaqet dhe po shtohet numri i të rinjve dhe fëmijëve me sëmundjen e miopisë. Miopia një problematik gjatë të cilës avancon mjaft deri në moshën 17 vjeç apo 18 vjeç dhe kërkon kujdes maksimal për syze dhe për syt. Pra në oftalmologji kjo është problemi. Sot numri i pacientëve, numri i fëmijëve adoleshentëve po prekin nga sëmundja e miopisë. Tjetër gjë, probleme me shtyllën kurrizore, me spinalin, me pjesën cervikale, tëmtimi i qafës, pozicionimi për një kohë të gjatë në këtë formë, pra në një drejtim jo të këndshëm, për problemi me lumbarin, u detyron pas të bëjnë trajtime në fizioterapi. Pra ka disa side effekte në aspektin social, introvertizmi, shumbur koncepti i shoqërisë dikushme prej më përpara se 10 apo 15 vjetësh, sot shoku jon më i ngushtë është për ChatGPT. Për një problem, për një informacion, kemi shokun ton digital, doktori digital, kolegu digital, çdo gjë është digjitale. Meqense i kishim këto aspektet pozitive sa i përket robotikës, po në këtë shokun digital, më saktë mjekun digital, a ka ndonjë aspekt pozitiv ose janë të gjitha ato negative të cilat i përmendëm, siç ishin edhe stresi që mund të rritet apo dhe problemet e tjera? Unë mendoj që inteligjenca artificiale anon më shumë në aspektin pozitiv. Pra në kandar është më shumë pozitive se sa negative. Pra po sjell produktivitet, po sjell feedback madhor, po na ndihmon në punën tonë. Gjërat po bën më shpejt me anë të AI-s, instrumentit AI-s, unë e quaj si instrument AI, që e menaxhojmë më së miri për qëllimet tona. Në arsim gjithashtu sot, për shembull, diçka interesante në Fakultetin e Shkencave Mjekësore, janë krijuar anatomi 3D, të cilët studentët e mjekësisë mund shikojnë pikërisht pra në mënyrë 3D të gjithë organizmin,
janë disa anatomi digjitale të cilët janë prodhuar nga disa korporata të mira, në fakt. Pra edhe në arsim ndikon shumë pozitivisht. Keqpërdorimi mund të ndodhë vetëm në rastin për shembull në militari, në ushtri. Sot përdoren tankët remote, përdoren dronët robotik që shpesh mund të keq përdoren pikërisht pra nga subjekte të ndryshme ushtarake. Një. E dyta, në fushën e IT-s, keqpërdorimi i inteligjencës artificiale arrit numrin e krimit kibernetik. Shtohen individët që ne i themi hakerat, të cilët komunikojnë me njëri tjetrin për të përforcuar atë sistemin e fortë hakerimit. Pra, zhvillimi i AI-s ka 80% aspekt beneficiar, 20% patjetër që ka edhe side effect. Pra aty ku ka zhvillim ka dhe keqpërdorim. Ne duhet të dimë ta mirë menaxhojmë, është në dorën tonë që mos na kthehet në bumerang. Do të thënë përdorimi i instrumentit AI në çdo profil. Argjëra. Kështu që ne duhet të jemi vigjilentë edhe gjatë përdorimit dhe mënyrës se si në fushën edhe në fushën e medias, diçka interesante sot shpeshherë kemi parë avatar të cilët janë krijuar ose hologramat ato 3D spotet, që t'japin idenë e një njeriu të vërtetë apo dhe humanoidët, të cilët mendohet që kanë dhënë lajme dhe mendohet që t'japin lajme speaker moderator AI, domethënë. Pra ka hyrë në çdo sektor, në çdo drejtim dhe unë mendoj që po sjell shumë përfitime. Por gjithsesi duhet theksuar se duhet që të përdoret me kujdes dhe me vigjilencë. Duhet të menaxhuar se ne jemi triggeri i tyre. Nëse ne nuk e menaxhojmë së miri, atëherë ne na kthehet në bumerang. Kjo është, domethënë, mund të ketë edhe ato efektet e veta negative, siç edhe i përmendëm në fillim. Patjetër. Ne ju falenderojmë shumë për të gjitha këto informacione dhe për këtë këndvështrim tjetër dhe ishte besoj shumë e vlefshme dhe thirrja për të pasur kujdes sa i përket shëndetit, që duhet të paraqitemi tek mjekët e vërtet, tek të bëjmë analiza të vërteta shëndetësore dhe në bazë të tyre të mund të diagnostikohemi nga vetë profesionistët dhe jo nga Dr. Google. Një kënaqësi dhe për mua Argjëra që isha pranë jush në Alsat të Maqedonisë. Kënaqësia ishte jona, faleminderit.